Deputeti demokrat njëkohësisht bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale Luciano Bocci ka kërkuar në Kuvend shtyrjen e afatit të Komisionit të Reformës Territoriale, duke argumentuar se procesi nuk ka përfunduar e se nuk mund të paraqitet një raport final pa kryer të gjitha konsultimet. Bocci tha se komisioni ka realizuar vetëm një pjesë të punës e se mungojnë ndërgjegjësat me qytetarët, bashkitë e grupat e interesit. Komisioni i Reformës Territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Sillni një raport përfundimtar për një punë jo përfundimtare. Dhe jeni në alogjizëm logjik dhe në alogjizëm politik. Nuk mund të ketë një raport komisioni kur komisioni nuk ka zbatuar procedurën e tij, nuk ka produktin e tij. Komisionet dërgojnë produkt në seancë plenare dhe i nënshtrohen procedurave dhe raporti që ju e quani final as nuk është dorëzuar në mënyrë ligjore, as nuk është debatuar në komision, as nuk është diskutuar dhe as nuk është votuar. Po, komisioni ka kryer punën e tij deri në momentin që ka realizuar vlerësimin e reformës së vitit 2014. Dhe puna e komisionit duhet vazhdoj në seancat dëgjimore si kusht kryesor të miratuara në projekt kalendarin e tij, që është marrëveshja midis komisionit dhe seancës dhe kuvendit. Ndërkohë, grupi i Partisë Socialiste është kundër kërkesës për zgjatjen e mandatit me 3 muaj të Komisionit për Reformën Territoriale. Taulan Balla tha se komisioni ka kryer detyrën e vet e se procesi mund të kthehet më mbrapsht. Ai qartësoi se dita e sotme përshëndroi të dëgjesë raporteve e jo miratimi i reformës. Ky komision nuk mund të ringjallet më, e ka mbaruar mandatin e vet. Nëse do të kishte qenë kaq serioz me antarët e Partisë Demokratike, me pushtetin vendor, nuk kishit munguar në datë 16, kishit ardhur në datë 16, e kishim diskutuar. Nuk kemi sot ende një arsye pse keni munguar në datë 16. Prandaj treni orës 7:05 ka ikur, ju e keni humbur trenin, bilet tjetër nuk ka. Kështu që ju ftoj me mirësi të dëgjojmë të dy bashkëkryetarët, koha pa limit, në kuptimin si e ka rregulloria, edhe të shkojmë përpara se sot kemi dhe plot çështje të tjera. Sapo kryeparlamentari Niko Peleshi deklaroi fundin e fjalës për procedurën e nisjen e prezantimit të raporteve përkase të PS-s së PD-s për reformën territoriale, opozita bllokoi foltoren duke zgjedhur të bllokojë procesin.